sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur I veti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atadruna man al-ghiba a dini çka është ta përgojimi. Sahabët thanë ja Rasulullah dhikruka akhaka bima yakra. Tha me ja përmend vllau tan atë çka ai nuk e dëshiron. Kjo gibet apo përgojim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. Tan atë të cilën ai nuk e do ku nuk është prezent. Po me bo me shtu ajo është hala më shumë mëkat. Don diçka që e ka është përgojim. Po me bo mja përmend ti diçkajnë çka ai edhe nuk e ka ti I jashton. Sidomos në shoqërinë tonë kur mos me pas bishtin të nxjesin me poshtë ta largojnë, domthon atëherë ti I duke bën një mëkat që është edhe më I madh se përgojimi I cili është shpifja. Në këtë rast Hasan al-Basri rahimullah ka thonë këtë thënie kur dikush ta përgojon ose ta ofendon, që janë I dhurat thuj, hedije. Që mi tregu që ti atë çka I duke e bën I tu mi dhon sevapet e tua dhe I ti marr mëkatet e mia. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith tjetër thot e tadruna man al-muflis, a dini kush është I falementuari. Sahabët thanë ja Rasulullah I falementuar është ai njeriu I cili nuk ka dinar dhe dirham, monedha të saj kohe. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo. Po I falementuar është ditën e gjykimit një njeriu I cili ka marrë me sevape të shumta. Mi po e ka përgoju filanin, ka shpif për filanin, ka marr hak I ka mëshu ose diçka tjetër, e ka lëndu. Tha I mirën nga sevapet e tina. I mirën, derisa nuk I met asgjë. Atëherë kur nuk I met asgjë, hudhën gjunohet e ti tek ata, shka kam përgoju, shka kanë shpif, kam bëk shumë e radh, edhe në këto momente, njeri u bon, domethënë subhanallah, I falimentum, le, po, hedhen minus. E kjo rasti që, subhanallah, sa keq hoç për shembull, çoshën sabah, minus 20 jashtë, merr avdes, shkon xhami, ftoft, e prish rahatin e organit, ket, e fal sabahin, kthehesh në shtëpi ban dhikër, se vape sa dush, me miliona. Edhe këto se vape me adhon dikujt I cili kon në shtrit, a kupton? Që shtëpi bekja? Po, realisht po. Pse e ki shoh, ose e ki përgoju, ose e ki dëmtu, ose e ki bon në izollum tjetër. Domthon, ki posim lidhet edhe me këto ajete, me këto hadithe, më fal, domthon, subhanallahu, I lartë madhëruar është Allahu, ai I cili e bëri, domthon, dikush tjetër me ti bart gjunat e tua, se ti automatikisht për ja ipshe gjunat, nëse s'kimi mor sevape, ai është I falimentum minus, atëherë është I haloman minus, I jep gjunat, në këtë rast edhe e bën sikurse kafshët që I bojnë nevojat e njerëzve, druj dhe kështu me radhë, atëherë ti e bën që ai me ti bojt mëkatet e tua. Ka njerë është për habit që thave ti sevapet e tua, dhikrin, namazin, kështu me radhë që ai ki bëj veprat e mira, shkojnë duke të paksuar. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shembull kush agjeron, le të lë fjalë tek xhia dhe punë tek xhia. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush shkon në hax dhe nuk I le, domthon, ose shkon atje dhe nuk ofendon, la yerfuth wala yafsuq, nuk përlahet, nuk thot fjalë të ndyta, kthehet sikurse nana me pas lind. Mi qartë, rujtja e sevapit bon duke mos bon gjuna. Automatikisht kur ti fol për dikant tjetër, kjo ajo balansi shoqëror, ku secili njeriu mirret me punët e veta. Andaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë min husnil islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Për një islami të mirë të një njeriu, muslimanlëku të mirë të një njeriu është që mos të mirret me punët e tjerëve. Në këtë rast domthon me mëkatet e tjerëve, derisa nuk është shoq ajo dëm publik. Në momentin që është privat, ti s'ke nevojë me problemet e mia private më morën. Ti mundesh me marr privatisht me këshillu dhe me çortu. Mi po me çit në publik, andaj mos I pasoni tmetat e tjerëve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe me këtë përfundoj, që mos më zgjat shumë këtë postim. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men tatabba'a awrata akhi", kush mundohet mi pasue avretet, I bje këtu tmetat e një besimtarit. Tatabba Allahu awrata, Allahu do t'i pasoj tmetat e ti. E kujt Allahu ja pason tmetat e ti, Allahu do t'ja zbuloje ati që I pason, tmetat e ti në mbrensinë e familjes së tij dhe shoqërisë ku ai mundohet mu paraqit si njeri I mirë. Mi qartë sonullah? Mundohu mos më ofendu, mos me shpif, mos me zbulu mëkatet e të tjerëve.
Bile unë e pa ta thonë njerë selefi, njoni prej muslimanëve kishte thonë, wallahi unë gjatë duke shku për me ndëgju ligjërat një hoxhës e një vajz, gjatë rrugës jap sadaka thamu Allah, ma bën të mundër mos mi dit metat ati hoxhës, ati vajzit, që të mdikoje fjale e ti, ne përkundrazi, ne jopna para, vetëm ta dina çfarë dopsie ka ai ligjëruesi hoxha më zbulu që ne mos kese efekt ajo fjalë edhe te unë, po edhe te xhamati i përgjithshëm. Allah na përmirësoft ja Rabbul Alamin. Hoxhë, domethënë ata që ofendojnë ne ta kenë parasysh, sidomos videot islame që i postojnë në Facebook, shame të mëdha. A di çfarë shame të rënda? Mi përmend normal si përmeni, po du me cekull, edhe po du me të pyet njëkohësisht. Domethënë këto të shamet që i marrna ne, më stam une, po edhe hoxhallar tjerë. Dje e postova një video të sezonit parë i shkurtis, ku flisshmi për buzëqeshjen, sjelljen e mirë, për smurit që mi thon fjalë të mirë, domethënë këshilla të mira. Njëri e kishte koment dyve. Apo kupton, edhe mua ti na ke shoh. E tash, kiç kanë shon koment, kiç kanë fyn. Pa i bë kur gjë, kupton? As si kina hin shtëpi, as nuk kena medium që i na pagun. Kjo këtë privat, YouTube, Facebook. Me vetë dëshirë. Me vetë dëshirë. Kiç kanë shon, domethënë. A na merr gjënoj ditën e gjykimit. Hadithe që ka i përmenda pak më herët, sunullah, domon kanë herë subhanallah është pagim i gjunojve tona, ne shka bëjmë babaki Zotin na falë, ja Rabbi se nuk ka njëri pa mëkate. Ata nuk janë të vetëdijshëm se janë duke na pastru neve nga mëkatet. Allahu Akbar. Wallahi po. Domon unë hoxhallar, sidomos po foli për hoxhallar, për kolekte me edhe krejt. Unë konsideroj vetin ndoshta më i vogël i tyre, me gjithë modestin. Ne duhet personalitetin ton ta bëjnë sadaka. Vakaf. Tash sa njëri shënon, sa njëri ban. Suni nalmi, se shumë janë. Tam drejtën. Sa për informim, nuk jam frigacak. Po normal, nuk ja fali kështu dikuj. Mi po tash unë me sa njëri duhet m'ia kthy, nuk na del koha dhe mundësia dhe mu përla. Mirë po, këta unë po foli si rregull e përgjithshme, është që një njeri autoritativ, me personalitet, ndash edhe ti si moderator, ose si një aktivist aktivist islam, dush me bon nderin tanë, ose personalitetin tanë vakaf. Shumë këshillë mirë. Edhe, domethënë, jo çdo fyrje duhet me marr personale. Sa ti nuk e ka ndoshta me bexhetin, po e ka me dinin e bexhetit, me fenë e bexhetit. Po, edhe në këtë rast, unë mundona për me zemërgjërsi të komunikoj kur kam mundësi, edhe pse nuk jam shumë i debateve. Domthonë, në komente nuk e kam kështu merak, po edhe me pas jam tip që mundona m'ia përfitu zemrën, mi tregu që o ti do dasha mirë. Unë dhe ti nuk do të thonë pse ti e kini islamofobi ndaj islamit, nuk do të thonë që ti dush me urrejt mu si person. Se unë ndoshta jam më dhëtart se ti. Unë jam ndoshta më familjar se ti. Unë jam më i ndershëm se ti, funit. Edin? Edhe s'mumi, shembull, ti mu tregu më i ndershëm mua, më i moralshëm. Ti më ofendon. A kupton? Shifëm në ditën e gjykimit. Humul jahiluna qalu salama, ayat Kur'an, surat Furqan. Kur atyre i ofendojnë ignorantët, thënë paç. Shimi atë ditë ku do t'i mormi njëri tjetrit haket, para madhni sallat ku aty nuk ka as advokat, as përkthyes, po secili do të mirret me veprat e tij të cilat i ka bërë. Allah i shpëlbetosh për këtë. Vallahi më qetësove pak se kur po lexon ndonjë po nervozohet koment. Dush vakaf me bove. Vakaf.